Për qatë punë jem të volën. Ata dhe volë për çmimet e të martës në Olpian pazar. Zë Gjërolli mos rësil si kujdestar klase. Jo, ti ma mirë sonë se një letërsin të siguraj. Të jashtë kamerave ki zakonisht qef me më komplimentu. Gërnjen publikisht. Kalzoj një kompliment të këmbon ty. Ja, mos gërnjen televizor. E tha edhe ata, dhe më dhe ka fjallin për minoritetet, do shta me plëtsu. Ne kemi qenë pro vetingut. Kemi ndimu, jemi deklaru pro vetingut. Votojmë vetingun. E kishte fjallën për minoritet se mu duk që e la me qëllim që mu duk. Ne jemi pro vetingut. Dhe kemi qenë nga dita e parë, asë një ditë s'kemi kundër. Pozicioni në mesjet që shto është bo, qka kanë menu tjertë, jo qka kanë menu autor. Gjafer? Qure, nëse mujtë është me vazhdu repliken. Po dhe po, si me replik, po ti po më ke thonë ata, unë e thash shumë e dy fish, si jurist ti e kupton, po tash po bësh pak me shërë këtu, se të di në adrenalinë elektorale, por atë lutem, vesh bënoj sakt. Kur them unë e shumica e dy fish, në jena jurist. Dhe kur tha shumica e dy feshte, kuptohet shka shumica e dy feshte. Edhe ne, edhe ata. Ne shqiptarë këtu 8-5, 8-4 të përfaqësues, ata janë shumica tjetër me komisionin e patenterit. Se shë qashtu. Jo. Shumica e dy feshte. Se edhe komisionin. Ashtë thojnë jonë kushtetues qashtu. Tjetër temë është ajo. Ja, sa tjetër temë, po për qatë punë jem të volën. Ata dhe volë për çmimet e të martës në Olpian pazar, unë jem të volë për çmime kushtetuese. 30 sekunda që i doshtë për 30 sekunda të mia për Jo, ti po më dërin mua loty, ka dalë. Okej, 30 sekunda? 30 sekunda të replikës tem të përpikëqyri sekunda të në. Zë Gjërolli mos rësil si kujdestar klase, herë na citon Kadarin, herë ato, se nuk besoj që një qash mire, njojnë edhe na fëll. Jo, ti ma mirë sonë se një letërsin të siguraj. Po të siguraj, nuk e. As një fush se një ma mirë sonë, po tem tjetër, ajo, detyron tash me thonë. Mos rësil si kujdestar klase që na të regon njëve, që është, mos e gjuja tjetë, inkvizicion, ajo se veqin. Cila replika për parem? Jo, ata. Ti nuk e din kontekstin aty. Nuk e di kuptim. është me 10 emisione. Ti kujton që e din gjuhën shqipe, po ti ajo që po thotë ti e di Wikipedike, Okej, kaloj kua Gjafer, urdhno? Gjafer. Jo se të jashtë kamerave ki zakonisht qef me më komplimentu në para kamera, po bosh agresiv. Gërnjen publikisht. Mos kalon personale. Mos gërnje, kur s'po komplimentu ti? Kur? Pse gërnjeve në kamerë? Pse gërnje në kamerë? Kur të komplimentu? Kamerë unë jam në emision. Kur? Jashtë kamerave që më komplimenton, sepse e di pse më komplimenton. Asnjëherë. Kalzoj një kompliment ta këmbon ty. Ja, mos gërnje televizor. Mos gërnje televizor. Vyn për adrenalinë elektorale. Çdo herë komision. Mos u merr me mua. Kur jo me ty merr. Ti po më fyn mua. Jo s'm faleminderit. Hajde ta mojmë nivelin e debatit Gigan. Gjafer. Ashtu se ult është ajo. Okej. Faleminderit Jeta. Faleminderit Jeta. Pra,